A janë të barabartë? Ai i cili në kohë të sprovave e kap Islamin dhe e masi gaca, dhe ai i cili në kohë të sprovave mundohet me lëshu pej, nuk janë të barabartë, vëllezër të nderuar. Andaj Allahu subhanahu wa taala i vlerëson njerëzit sipas veprave të tyre dhe sipas nijeteve të tyre. Andaj të kujdesemi që ta stolismi fletorën ton, ta heshojna punët tona me vepra të mira, për arsye se tek Allahu subhanahu wa taala do të vlerësohet njeriu me vepra. Po një ashtu vepra e cila nuk ka sinqeritet është sikur se trupi pa shpirt. Kur trupi është dhe është shpirti është i vyshëm dhe i dobishëm, në momentin që nga njeriu largohet shpirti, trupi fillon të kalbet dhe është i padobishëm. Kështu është edhe vepra, të nderuar vëllezër. Nëse asaj nuk i shtohet sinqeriteti, niyeti i mirë, ajo bëhet e vyshkur dhe nuk është e dobishme. E kanë thonë ulemaja, sa vepër të madhe, ndoshta unë e hoç, ndoshta dikush prej juve hizmeçari xhamisë me vite, sa vepra të mëdha i ka zvoglu niyeti, i ka prish. Dhe sa vepra të vola i ka ndreq niyeti dhe i ka bën peshore të rana në ditën e gjykimit.